Alhamdulillah, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, pasi u vështirësua situata në Mekke, idhujtarët filluan të ngushtonin pra tej mase, filluan të ushtronin presion, dhunë ndaj besimtarëve. U detyrua profeti ynë sallallahu alaihi wasallam që të emigronte bashkë me shokët e tij për në Medinë. E kur shkuan në Medinë, Medinja, qyteti i Medinës, u bë qyteti i diturisë, u bë qyteti i mikpritës, ku çdo njeri që pranonte Islamin dhe doshte të kërkonte dituri drejtohej drejt Medinës tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Vinin njerëz nga do. Të gjithë shkonin për të mësuar, për të pranuar Islamin, për të përfituar prej profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kishte prej Persie, Salman el Farisi, kishte tjerë prej Shami, prej Jemeni. Shkonin tek profeti ynë sallallahu alaihi wasallam nga gjithë vende të ndryshme. Dhe normal, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam aq mundësi kishte. Pra atë që kishte profeti ynë ishte më bujar, atë që kishte e mikpriste tjetrin, po kishte prej tyre që nuk kishin mundësi ekonomike, por doshin përfitonin prej diturisë. Dhe vinin Medinë, Medinasit, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ishin ata mikpritësit, ata që i prisnin dhe patjetër e ndjenin krenari dhe nder që të prisnin mysafirët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu vjen një herë edhe një njeri i uritur tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe del Ebu Talha el-Ansari. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ky e merr këtë njeri tek shtëpia e tij për ta mikpritur këtë, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ai që i edukoi shokët e tij dhe na ka edukuar ne si ummet që ai person i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderoj, le ta respektoj mysafirin, pra kështu kuptohet për një porosie të profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abu Talha e merr këtë mysafir dhe shkon drejt tek shtëpia e tij, Sulaim, bashkëshortja e tij. E mikpretet ajo patjetër se ishte mysafiri i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mysafiri meriton të respektohet dhe të nderohet. E kur hyn mysafiri brenda, Abu Talha diskuton me bashkëshorten e tij për sa i përket ushqimit, por ushqimi që ata kishin nuk mjaftonte. Atëherë vendosnin vonin një hile dhe çohet bashkëshortja, shkon bashkëshortja e Abu Talhas sikur po rregullonte kandilin, pra me cilin ndriçoheshin natën. Dhe Abu Talha hiqej sikur po hante ushqim, por në realitet jo. Ndërsa mysafiri nuk e mori vesh fare. Hëngri u ngop, Abu Talha natë bashkë me bashkëshorten e tij fjetën të uritur, por nuk kishte problem. Po prisnin mysafirin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, çfarë besimi, çfarë imani, çfarë devotshmërie, çfarë sakrifice. Me respektu dhe me nderu mysafirin. Dhe subhanallah, Allahu i lartësuar zbriti ajetin e Kuranit. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dhe ata, pra, i japin përparësi të tjerëve, siç kuptohet prej ajetit, i japin përparësi të tjerëve. Pra dhe nuk ndjej rëndim. Pra për të mirat, ka dhënë Zoti të mira, ata i japin përparësi të tjerëve dhe nuk ndjejnë rëndim për të. Subhanallah. Pra kështu kuptohet prej ajetit. Dhe i tillë ishte ky sahab. Të tillë ishin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne si musliman, edhe ne si besimtar, kjo është një cilësi e lartë. Ky është një moral i lartë dhe për këtë na nxit Islami që me respektu dhe me nderu mysafirin. Dhe ne jemi në muajin e begat, muajin e mirësive të mëdha, muaji i Ramazanit, ku profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ishte më bujari dhe ishte edhe më bujar muajin e Ramazanit. Prandaj vllai im, motra ime, me u mundu, me u përpjek, me respektu mysafirin, me qenë dorëdhën dhe me marrë shembull shokët e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu e përmirësoj gjendjen tonë. Amin.